Sot tastiera është armë lufte që shënjestron shoqëritë tona çdo ditë. Aktorë shtetëror e jo shtetëror punojnë kundër nesh në hapësirën kibernetike, duke u rrekur që të prishin mbrojtjet tona, degradojnë infrastrukturën tonë, të spionojnë shoqëritë tona dhe të ndërhyjnë me shërbimet qeveritare. Në përgjigje të kësaj, NATO-ja vazhdon të bëhet edhe më e fortë në botën digjitale. 10 vjet më parë, hapësira kibernetike u bë një fusë operative. Ne jemi stërvitur e kemi kryer operacione në hapësirën kibernetike si pjesë e rritjes së aftësive tona. Dhe kundërshtarët tanë dinë se në fakt shkelja në hapësirën kibernetike mund të bërë në lëvizje nenin numër 5. Në Belgjik ne po ngrem një qendër të integruar të kibernetikës në NATO dhe natyrisht kjo do të informoj të gjithë komandat e NATO-s për kërcënimet e rreziqet në hapësirën kibernetike duke përfshirë edhe infrastrukturën kritike civile ushtarake. Në fakt, personel civil nga e gjithë NATO-ja dhe nga qeveritë aleate, ekspertët e industrisë janë mbledhur aty. Gjithashtu aleatët e NATO-s po rrisin investimet e tyre në hapësirën kibernetike. Në fakt, në Hag, në Ver, ram dakord që do të arrijmë shpenzime 5% për mbrojtjen, për aftësi thelbësore, por gjithashtu edhe për investime të tjera. Kjo do të thotë që mbrojtja jonë do të bëhet më e fortë dhe shoqëritë tona më rezistente ndaj kërcënimeve kibernetike.